Të ngej gjithë, përfetej gjithë, për që namazën se fali. Letë me sile. Le. O, vla namazën fali për i zatë zotit. Mos vdes pa namaz, kaq. Ti në gëzove në fillim, po të në mërzitë në fakt. Ty bë po, dhe të më katë sinqertë. Të ngej gjithë, përfetej gjithë, për që namazën se fali. Letë me sile. Le. Dashuria ndaj Allahut. Dashuria ndaj pejgamberit është për ibadeteve më të forta, me të cilat robi afrohet Allahu. Dhe si rrjedhoi kësajna, po pjesë e kësajna është, kur robi prej dashurisë që ka ndaj Allahut, apo për frigës që ka prej Allahut, kur vetën një pikë lutemi dalë, sa ma e gjerbanës, që atë sy zjerë me gjehenemet e ka haram e hangër, me tjek. La ilaha illallah. Bes në anën tjetër, dashuria ndaj Allahut, nësë është e këti nivelli, e në robin mësë më pala. Munet të robi, pe du Allah. La ilaha illallah, e s'pa fala. Imagina jem shta qëtëna, që në mesen jena, a jem në mesen po, vjen miftia, vjen kryeministri, vjen kutadinjeri madhe. Bobo që lderë hen qëto, që shto hen të në të ti. Më nështë pak, me najtë pak kuna, e mos lasë me ka në kakër shpinës ti. Kakër shpinës. Po hini me saferi matë nuk përkuna shë. Ja smoj. E Allah që po thirë 5 herë në ditje ty. Qo robi jam? Qo robi jam? Qo se për ty e kom. Po thërët i madhe zëtë 5 herë në ditje. Ka 3 minuta. Për shpirtin tënë, për trupin tënë, për varrin tënë, për ahiretin tënë, oj, shkret. Po për të mja kushtu zotit tënë. 5 herë, 3, 4, 5 minuta, le tjetë 25, le tjetë gjysore. Edhe po për të ndanë se danë Allahon, ja, ty te danë, por halal largë, se kur shemë sa barudet, largë. Largë, Allah, largë. Andaj ngo vlaun tënë, për i zetë, zotë është të ka dhana të shpirt, e të rujtë Allahon namazën më sele. S'ket punë bështysha, s'punë kur gjë veç, se ke lidhë për i me. Namaz e ka, se ka ragjerimi bre. Pa pëse në ragjerim nuk po diskutojnë në heq. Ne e kuptojna, e përhapom, e për cilëm të njëri tjetëri, se mas 3 dite, 5 dite një jave, ose në shtune një javë, ose në qohëm sëfër. Që në shtune që vjenë, që ka shpejta, erdhë, ka me ndodhe një mujtë të brejalla, erdhë. Tja që pregadita, po më momentin që mërvesh, se do të më qohën sëfër, a kujtohesh 2 hera? Pse s'kujtohesh? Sepse e ke akceptu këtë, tak e ke mbjellë në kry, o hiktu pap në kry, agjerimin si një që bojnë 2. Sigur se që do të me pije me hangër njeri ju, sigur se që do të me thita oksigen, nuk banë pa agjeru. Tani anë hatë buka, as në hatë buka, e me që ka hajna buken, me që hajna se fyni iftarin. E është dita gjata, dita shkurt, këto janë senet e cilat mund të bojnë Allah, po nuk i qesëm tavolinë me thonë, shka këtyne të kujtona, a me agjeru, mos me agjeru Ramazanin. Muslimani këtu e se banë? Ja, se banë muslimani këtu. Muslimani thot, me dek po, Ramazanin për agjeru ty ben e la. A në pëse nuk kërkot për ti me dek, natyrisht. Pra ka fjallë nëse lodha, sa do me lodhë nuk e prishi. E ta i smundja, i justifikan. Njëtë në gjatë duhet edhe për namaz. O, vëlla namazin falë. O, vëlla namazin falë, se ne asin nuk pretendojmë. Se jena Abu Bekra, jena Omera, jena Aisha, jena Fatima, jena Wallahu, që na shehna i dhe zemrat asnja. Dhe që të pretendon, ka vetë pëlqim. Tash ka zemra në smut i bije. E shëqyrë që Allahu nuk e kalon këtë zemra tonë me ne i pa njerëzit. E Allahu ne imbojlën gjënahet, e ne imbojlën të metat me rahmetin e vetë. E na shqitim që jena burrat mire, gratë mire para njerëzve. Pra, të bëmë sinqert, gjënahe jena. Tamam, dhe e di që me gjënahe ka me dalë të zotë jam. Aj, mund me falën këtë dënja në lutë për shdo ditë, të dhonë të gjithë ne. Por kur së pretendoj që dalë të zotë pa gjëna, ama do dalë të zotë dhe asë një namaz, zë këmë ka ikë. Për i pona. A mu e bëj? Ka me ba. Ka me ba me emër të Allah. Sa të jam gjallë, ka me agjeru Ramazanin.
Pra nëse të 80 vjetë, kam i bërë 60 ose 65 ose Ramazan 75 ose sa Ramazan në bjenë se s'ja nisë me gjurë për që kam lindë, për në ashtë të kam pas në 13 vjetë kam harru tash kur. Nuk kam prishë Ramazanin, nuk kam la namazin. A mëj me shku të Zotit me qëto ameljane? Pse mos me shku? Pasa në të leta këto, pasa peshojnë të Zotit këto. Wa alemu në khejra amalikum as-salah. Pejgamberi pa të dijeni o ju njerëz. O ju mi le dijeni. Se ameli me i mirë, vepra me i mirë që e bën ju, e njerëzit punojnë shumë. Por cila është me e mira, as-salah, namazi. Namazi. Kështu pa thot, i dërguar i Allahot. Nëse do me thot tjertë. Në të me nërrua, në thonë, hajte se bëllë ki që ki zemrën e mira, bëllë ki që nga ligjerata. O, vla namazin, fali për i zatë Zotit. Mos vdes pa namaz, kaq.